Se di atëherë, unë qova nga gjumi, i liri, i thash qo, se zarf. Kjo është, domethënë, një lajmërim, mendova se është një lajmërim nga produksioni, që do e bënte. Për arsyen të thash që ishte kjo, thritja në dhomë të dëshirave. Dhe më duk pak e zvanduar, edhe pastaj e të kaluar në atë pjesën e përdorjes së asaj fjale, se s'është e mirë. Ndoshta, varet se si, ndoshta po na po flasim për këto, edhe e merr kontekstin, aja shpreha këtu, aja fjalë me ju thonë jashtë, unë se ja thash Brekens, po ja thash Brekens për Kristin, domethënë. Aja s'ka pse njët e fy me heqt aja fjallë, pra dhe thash e ato viktimizu. Edhe mos ajna fillej, morri një supergjiru, bane i debat vogël të aneksi, mos aj fillej të gjujt për me kunja. Aja, e kishte moment dhe thonë, se tha bana beje, je pa kështu, je pa kështu, e kishte kohën krejt me thonë që ishtu ma bani, ose ishte loj shnet, po u përfshin suksesin, më thojës ose ishte nej sukses. Për mu, Kristja i dështum që ishte ka hi, me që përshof. Është mendimi jotë, po tjetra unë mendoj se ajo fjalë nuk, duen menduar nga një herë përdorimi i fjalës, sepse ndoshta për ty është kështu, këtë lloj konteksti të lojës, por familja ime, familja Brikenës, edhe familja jote, domethënë, të gjithë nuk besoj ta mendojnë si që ke menduar ti. Në këtë rast, Brikena është e krahasuar me një njeri, Brikena është e krahasuar me një njeri që